ku njeriu kërkon veten në vende të gabuara. Pra, ndodh që njeriu e kërkon veten, e hulumton veten, por në vende të gabuara, jo në vende të qelluara. Ku njeriu ndjen se diçka i mungon, natyrshëm i vije kjo ndjesia se diçka e kam mungur. Dhe kjo është mirësi e madhe, nga se jo çdo kujt Allahu ja bën të mundur me përjetuar çet ndjesi, edhe me thonë diçka jam zbrast, diçka është të mungu. Krejt i kam materialisht, por shpirtnisht nuk jam i qetë. Ku është problemi? Kjo është mirësi në një. Por pyetja që më parashtu vetes është në çfarë rrugë, në çfarë mënyra, në çfarë adresa un jam duke e kërku vetveten. Ndodh që dikush e kërkon veten por në rrugë të gabuara ose në adresa të dështuara. Dhe ky është gabim fatal. Është gabim bigabim. Por një besimtar i cili e kërkon veten në rrugë të qelluara, në rrugët që Allahu subhanahu wa taala i ka përcaktuar për me kërku veten, ky besimtar do ta njohë veten, do ta rikthej veten, do ta rigjej veten, siç edhe ka ndodhur dhe ndodh me shumë besimtarë të devotshëm të Allahut subhanahu wa taala. Disa e kërkojnë veten në pasuri, disa e kërkojnë veten në famë, disa e kërkojnë veten në fuqi, në autoritet, në pushtet. Këto janë gabime fatale në jetë. Prandaj ata e masin vlerën e tyre në bazë pasurisë që mund ta kenë, apo ndikimin e tyre në bazë pushtetit dhe autoritetit që mund ta kenë. Çdo njeri mund të ketë ndikim, dhe sa më e madhe që të jetë pasuria në duart tua, sa më e fuqishme që të jetë pushteti dhe autoriteti në duart tua, aq më i madh do të jetë edhe ndikimi. Por këtu lind pyetja, ndikim pozitiv apo negativ? Ndikim i dobishëm apo i padobishëm? Nuk ka pas njeri më ndikim se sa faraoni. Por çfarë ndikimi ka pas? Ndikim negativ, ndikim shkatrues, ndikim pe tirani, pe zullumçari. Në anën tjetër, historia e njerëzimit nuk njeh shembull më të mirë të ndikimit dhe të fuqisë se sa shembulli i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pse? Ai nuk e ka kërkuar vetveten në pasuri, as në pushtet, as në autoritet, as në qefe me gratë, as në asgjë tjetër përpos në kënaqësinë e Allahut Madhërisht. Prandaj atij është dhënë mundësia me qenë lideri i arabëve, i është dhënë mundësia me zgjedh prej vajzave më të bukura arabe, i është dhënë mundësia me i grumbullu këtë pasuninë më të majme të arabëve, edhe i ka refuzuar krejt. Pse? Që nuk ka qenë ajo që e ka kërkuar dhe e ka synuar. Pra ai nuk e ka kërkuar veten në mjete, nuk e ka kërkuar veten në pasuri, as në famë, as në fuqi, por e ka kërkuar në devotshmëri. Prandaj është po ai burr i cili xhenetin e ka pas garantuar, por natën e ka ndriçuar me namaz. Xhenetin e ka pas garantuar, por ditën e ka zbukuruar me agjërim. Xhenetin e ka pas garantuar, por ka qenë njeriu që më shumë i ka respektuar, i ka nderuar edhe i ka mbrojt kategoritë më të dobta të shoqërisë, siç janë gratë, siç janë jetimat, fëmijët në përgjithësi, të dobtit, fukarat e kështu me radhë. Sepse ai e ka njohur veten, e ka kërkuar veten në rrugët e mira, në rrugët fisnike, në rrugët e Allahut subhanahu wa taala.